Edhe pse vezës së fundmi nuk kanë lënë vend pa u përdorur, përfshirë këtu edhe Parlamentin e Kosovës, sigurisht jo për ndonjë specialitet apo ëmbëlsirë. Ndryshe vezët janë ndër ushqimin më me kalori në planet. Pjesa verdhe së vezës është burimi i shkëlqyer i një substance që njihet si vitamina J, shumë e rëndësishme për të përmirësuar funksionet neurologjike dhe inflamacionet. Por nëse veza ka njolla me ngjyrë si gjaku, kjo nuk nënkupton se veza është e keqe apo ndonjë indikator për një vezë të fertilizuar. Kjo është si rezultati i pëlqitjes së ndonjë kapilari në vezorën e puplës apo në qeskën e verdhës së vezës. Kjo mund të shkaktohet nga shumë gjëra duke përfshirë plakjen e pulës dhe mënyrën e të ushqyerit të saj, por kjo nuk është shenjë se pula është e sëmur apo është e keq trajtuar në një farë mënyre. Me pak fjalë, këto njolla të kuqe ndoshta ngjajnë pak të shëmtuara, por janë krejtësisht normale. Po sa janë të zakonshme vezët me njolla ngjyrë gjaku. Është gjithashtu e rrallë për ne që të kemi ndonjë vezë të tillë me njolla gjaku. Të gjitha vezët komerciale skanohen dhe renditen apo klasifikohen sipas metodës së ndriçimit, ku përmes një drite rrezatuese nxjerr në pa të gjitha defektet. Shumica e vezëve me njolla gjaku sortohen përmes këtij procesi të ndriçimit, por disa prej tyre mund të ngelin. Nëse keni pula tuaja që i mirëmbani ose bleni vezët nga ndonjë firmë, ju mund të merrni her pas here ndonjë vezë me njolla gjaku. Çfarë duhet të bëni nëse një vezë ka njolla gjaku? Njollat e gjakut nuk nënkuptojnë se ju duhet ta hedhni vezën. Sipas bordit amerikan të vezëve, është konstatuar se këto vezë janë plotësisht të sigurta për të ngrënë. E nëse ju penguan njollat e gjakut, hiqni me majën e lugës dhe vazhdoni mëngjesin tuaj. Ne po ashtu ishim te dyqani i vezëve Koni, ku Sabri Berisha do të na tregojë më shumë për interesimin dhe konsumimin e vezëve nga ana e konsumatorëve. Interesimin e konsumatorëve kemi mjaft të mirë, pse megjithëse jemi produs vendor, gjithërimi me artikuj të freskët çdo mëngjes që kemi, edhe me prodhimin zakonisht janë edhe të kënaqur, vrejtje nuk kemi as pak, jemi me 3 klasë dvejve, të vogla, të mesme dhe të mëdha, edhe çmimi është i vlerëshëm, nuk kemi ankesa në çmim, as në produktin tonë që është prodhim vendor, asnjëherë. Po prej cilit vend konkretisht janë? Ku prodhojnë, cilin vend po? Gjakov. Po, çdo herë kemi pikat e kemi në Prishtinë dhe çdo pikë qytetit që jemi kërkuar. Zakonisht cili kryas i vezëve është më së shumti i kërkuar? Krasa më e madhe është e kërkuar më së zgjash zakonisht kjo 2.5, për shkak masia është i duket më e preferueshme më shumë jo që kryjm punë më tepër, edhe pse është një kvalitet, dhe është dallëm klasifikimit që bën dallën edhe në shpim sipas masisë që është. Klasa ajo është dijes është prodhimi i zojve. Fillimi i tyre më të vogël, tani vetë zakonisht vin të rritë edhe vezë.
Shpesh ndodh që kur konsumojmë vezë, të shohim edhe një pikë të kuqe në ndonjërin prej vezëve. A ka myshteri të cilët ankohen për shkak të pikës së kuqe, apo tashmë e dinë që pika e kuqe nuk paraqet ndonjë problem, domethënë nuk ka ndonjë efekt negativ në organizëm. Kemi rast që kemi pa, ose që kanë pyet konsumator për atë njollën e kuqe ndonjëherë, pa e nuk ka shkuxha e morë vesh për vezën, mbas kur formos, absolut kuqe s'është diçka e rrezikshme se e rrallë herë që ndodh, po nuk ka shkuxha. Mund edhe të hiqet nëse tek e Po, fundi. patjetër, mund të hiq me levrim shumë vogël. Kuqe s'është. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve. E në fund Sabria nuk la lëshoj pa një tabak me vezë.